Përshëndetje miq, jemi këtu në Baqën time, po thuja se në çdo qytet Shqipërisë që shkoj, marr nga një moll. Këtë moll e kam marrë në një fshat Tiranës, është një moll autoktone e tyre. E kam marrë në Maj Vilës, në fshat, dhe do ta bëj një deg këtu te Baqja ime, ta kem edhe si kujtim edhe ta shoh. Kam qef nga gjithë Shqipëria të marr varietetet e vjetra dhe t'i ruaj këtu në Baqën time. Po ta shohish, po thuja çdo pemë kam nga 2-3 dega të shartuar të ndryshme, nga gjithë Shqipëria kam marrë. Te kjo moll, siç e quajmë ne rane, do ta mbjelli këtë dhe duhet t'i ruaj si fidane. Ja të presit Dalo, na shoqëron, qeni na shoqëron, na bën shoqërin edhe ne, është shumë miqësor. Ja vazhdojmë. Bismillahi. Palu, edhe ki do të ndihmoj. Hajde. Do ta bëjmë me çame, shuhet. Do ta bëjmë me çame këtë. Edhe vazhdim. Bëjmë fidanin. Ka një tuf molle këtu, për qef do e loj.